kjo është feste e dytë është pas Fitr Bajramit, është festa e Kurban Bajramit. Ato që thatë në hyrje që kjo festa, po ky Bajram karakterizohet me therrjen e kurbanit, kjo është ajo domethënia që është e njohur në popull. Ndërsa pyetja juaj, çfarë domethënie tjetër ka kurbani, apo çfarë mesazhi tjetër përcjell kurbani, është se kurbani fillimisht është ringjallja e trashëgimisë së lashtë të një profeti që ka qenë babi profetëve Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Pra besimtari musliman fillimisht kur therr kurban e çon në vend fjalën e Zotit, sepse therrja e kurbanit e ka dispozitën e wajib obligative, urdhën indirekt prej Zotit për ata që kanë mundësitë materiale. Për ata që nuk kanë mundësitë, atëherë nuk mbeten asgjë bërç. Pra kjo është e para, therrim kurban për me çuar në vend fjalën e Zotit. E dyta, e ringjallim trashëgiminë e hershme të pejgamberit, profetit Ibrahim. Pastaj çka praktikojmë sunetin e profetit Muhammed dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam, sepse në transmetimin që bën Enesi, në shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot pejgamberi i Zotit me dorën e tij të bekuar i therri 2 desh të mëdhenj me brinj, edhe të bardh edhe me pulla apo me pika të zeza. Të parin e therri për veten e vet dhe bëri dua, tha Allahumma taqabbal minni wa ahla beyti, o Allah, pranoje prej meje dhe familjes sime. Të dytën kurban e therri prap me dorën e tij dhe tha, o Zot, pranoje këtë kurban për ata besimtar musliman të umetit tim, të cilët kanë dëshirë me therr, po nuk kanë mundësi. Që do të thotë therri për ta kush? Pejgamberi alayhi salatu wassalam.